Mos ki besim të qerret apo të kuajt, por ki besim të Perëndia. Psalmi 20, vargu i 6 dhe i 7 thot: Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e tij. Do t'i përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës tij të djathtë. Disa kanë besim të qerret dhe të tjerë të kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit, Perëndis son. Shumë njerëz sot kanë si qëllim parësor në jetë pasurinë, famën dhe pushtetin. Kjo ndodh sepse i shohin këto si mjete për të qenë të lumtur. Ata mendojnë se këto tre gjëra u japin gjithçka që u duhet për të ndjerë të lumtur, për të ndjerë kënaqësi dhe siguri për të ardhmen, si edhe për të përballuar çdo sfidë që mund të vijë. Por fjala e Zotit na mëson se të gjitha këto mund t'japin vetëm një kënaqësi të përkohshme. Ato mund plotësojnë disa nevoja të përditshme apo afatshkurtra, por kurse nuk mund të ofrojnë një siguri të vërtet dhe të përjetshme. Dhe kjo ndodh sepse çdo gjë në këtë botë është e përkohshme dhe zgjat pak dhe një ditë do të humbas. Prandaj me të drejtë Davidi thot: Mos kini besim të qerret dhe të kuajt, pra të gjërat që ofron kjo botë, sepse ato nuk mund të japin një siguri afatgjatë dhe të përjetshme. Por ki besim te Perëndia. Kujto emrin e tij, thirr atë në lutje, dhe ai që sheh gjithçka do të përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë, sepse ai nuk e harron krijesën e tij. Bijtë e tij, por me fuqinë e tij shpëtuese do të ndërhyjë nga qielli dhe do të shpëtojë. Ai do të nxjerrë nga vuajtjet e tua, do të ndihmojë të kalosh sfidat që po përjeton dhe do të shpëtojë shpirtin tënd. Dhe vetëm nga qielli mund të vijë ndihma e vërtetë, dhe ndihma që zgjat përgjithmonë dhe shpëtimi i shpirtit tënd. Ashtu si një person që është duke u mbytur në mes të detit, apo një anije që po fundoset në mes të detit, nuk mund ta shpëtojë vetveten, sepse ajo ka nevojë për dikë tjetër që ta tërheqë nga jashtë. Ashtu edhe ne nuk mund të shpëtojmë veten tonë, por kemi nevojë për dikë nga jashtë që na shpëtojë, dhe ky është Perëndia, ynë i plot fuqishëm. Prandaj ki besim, miku im i dashur, dhe thirr emrin e Zotit. Amen.